Mirë, Donald Trump duket se do dali zhgënjur edhe kësaj here nga Vladimir Putin. Wall Street Journal thotë se ka pasur të paktën 21 ultimatume nga kreu i shtëpisë së Bardhë, pikërisht për presidentin rus, ultimatume këto të cilat deri tani nuk janë zbatuar. Një gol jo vetëm në fushën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një gol të cilin më së shumti në kurrizin e saj e ndjen Ukraina, e cila doli para raketat Tomahawk, të cilat mund kishin qenë vendimtare jo vetëm për frontin e betejës, por gjithashtu edhe për mundësinë reale për të shkatruar tërësisht industrinë ushtarake të Rusisë, e cila vijon të prodhojë me ritme të çmendura për të pasur mundësinë që të mbajë aktiv frontin e luftës në Ukrainë. Mbrëmjen e sotme do të kem kënaqësinë që të diskutoj me Redion Qiriazën, ekspert sigurie. Mirëmbrëma Redion, faleminderit që jeni në program. Mirëmbrëma, kënaqësi. Gjithashtu në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet një videokonference kam edhe Jorgji Koten, ish ambasadori i Shqipërisë në Bruksel, një diplomat karriere, autor i të paktën 600 artikujve mbi diplomacinë dhe gjithashtu autor i 8 librave. Zoti Koten, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në program. Mirëmbrëma, faleminderit juve dhe përshëndetje gjithë panelit nderuar aty. Të falenderoj. Zoti Kote, ka një disbalans apo ka diçka cilën ne kemi konsideruar shpesh herë si gazetar, një tallje të Vladimir Putin me Donald Trump. Ja arriti sërish kësaj here që ta ndaloj Trump për të dhënë më shumë ndihmë ushtarake Ukrainës, e gënjeu atë se do të pranonte një shkëmbim që Shtetet e Bashkuara e quajnë të arsyeshëm dhe në fund tregoi synimet maksimaliste, ndërkohë që Volodymyr Zelenski u kthye në shtëpi duar bosh. Pra, kush është leximi juaj mbi këtë situatë diplomatike dhe mbi gjitha nuk dua të ndalem tek Ukraina se sa tek fakti se a kemi një Donald Trump i cili është naiv përballë Vladimir Putin? Keni shumë të drejtë me këtë të fundit, edhe anullimi i takimit ose shtyrja e takimit në Budapest për mua ishte e pritshme, sepse ishte një veprim i nxituar i të dyja palëve, sidomos i presidentit Trump, se ti do bësh një summit 2 muaj pasi është bërë në Alaska. Një summit zgënjyes ishte në Alaska, dim gjithë. Atëherë çfarë do diskutosh ti në këtë summit? Përpara ti, detyrimisht duhen bërë takime nivel e ministrash, madje nivel ekspertësh, në mënyrë që kur të takohen të dy presidentët, të bëjnë atë marrëveshjen e shumë pritur të armpushimit, qoftë të përkohshme, paletë të qëndrueshme. Pra ishte një veprim i nxituar që ne si diplomat me thënë drejtën nuk e konceptojmë dot, po ja që kështu është presidenti Trump, jepet pas spontanitetit, atë çfarë thot sot nuk e thot nesër, është mësuar siç duket me botën e spektakleve, do shumë gjëra për bujë, për zhumë dhe ja ku jemi këtu. Ndërsa, për sa i përket palës ruse, Putinit, me thënë të drejtën, nuk më vjen mirë ta them, po ai është treguar i ndershëm, loajal, po ta shpreh kështu, qysh të fillim, me kërkesat, siç thatë ju me të drejtë, maksimaliste. Pra, çfarë ka kërkuar dhe kërkon ai me insistim? Pa një pa dy, shqip fare ta themi troç, kërkon kapitullimin e Ukrainës, pushtimin e Ukrainës, që më vonë të vazhdojë me vende të tjera për të ringritur perandorinë cariste ose sovjetike. Sepse siç e ka thënë, ngjarjet e vitshëmbja e ish-bashkimit sovjetik në vitet 90 ishte katastrofa më e madhe e vendit. Ndaj ai kërkon shkurt një Ukrainë me plot jo në NATO, një Ukrainë jo me ushtri, një Ukrainë jo me teritoret e para vitit 2014-ës, pra jo me një Ukrainë jo me trupat huaja, me garanci siguri e të tjera. Këto kërkesa të Putinit do të thotë, si thotë Keith Vetter, një general dhe ekspert shumë i mirë gjerman, do të thotë që Ukrainën t'ia hedhësh qende. Pra ta coptosh atë përkohësisht, me qëllim që më vonë Putini të shfrytëzojë një pauzë tjetër, siç po bën tani me presidentin Trump, po luan me kohën, po luan me atë, në mënyrë që të vazhdojë qëllimin e vet. Atë që tham, pushtimin e Ukrainës dhe pastaj sulmin për të ringritur perandorinë sovjetike. Është e qartë. Ndërkohë, Redion, qëllimet maksimaliste të Vladimir Putin duket se nuk do të sjellin një fund të shpejtë të kësaj lufte, sepse këto qëllime nuk përmbushin edhe kërkesat e Donald Trump. Çfarë po ndodh? Mendoj se ajo që ndikon në këto qëllime nuk është vetëm interesi i zotit Putin, por edhe mënyra se si europianët dhe amerikanët e kanë luajtur këtë lojë. Dhe ajo që më duhet të pranoj me keqardhje është që Putin e ka luajtur shumë herë më mirë dhe i ka vënë në lojë disa herë europianët dhe amerikanët duke shfrytzuar këtë konfuzionin strategjik dhe mos komunikimin ndërmjet këtyre palëve, pra mungesën e një fronti të përbashkuar të perëndimit karshirësisë në lidhje me çështjen e Ukrainës. Kujtojmë këtu se si në fillimet në dimrin e shkuar ka patur një seri diskutimesh bilaterale midis Amerikës dhe
dhe Rusisë në Arabinë Saudite. Kjo gjë i përjashtoi komplet nga negociatat dhe diskutimet palët europiane, të cilat më pas u përpoqën që të rivendosin veten e tyre në lojë përmes diskutimeve në Turqi në 2 raunde të ndryshme, të cilave sigurisht edhe pse në fillim zoti Putin pranoi, pra në parim, i lasi thuaç me gishtë në gojë sepse nuk u paraqit në ato, pra janë në lojë në momentin e fundit. Kjo lloj loje strategjike zotit Putin me nxitjen e një negociate të mundshme dhe pas tërhiqjen në momentin e fundit bën të kuptojnë disa gjëra. Pikë së pari, ai duket përpara publikut vet që ai ka kartat në dorë dhe që nuk është i dëshpëruar që të bëjë një negociat. Dhe këtë gjë u shfaq në fakt edhe perëndimorëve. Nga ana tjetër kjo mbjell një lloj përçarje në kohezionin e perëndimit, pasi duket qartë që perëndimi nuk ka një unitet, por nuk ka edhe një fytyrë në mënyrë që të negociojë si palë të barabarta me Putinin. Së fundi ka qenë edhe negociatat që unë do t'i konsideroj relativisht të dështuara për anë pushimin, e cilat u bën në Alask ndërmjet Trumpit dhe Putin, të cilat nuk bën gjë tjetër veç se e rritën si thosh gjithmonë edhe më shumë përçarjen e këtij uniteti, e këtij fronti ndërmjet europianëve dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, duket sikur ka një heqje dorë nga termi armëpushim, pra edhe Moska, edhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se tashmë nuk ka shanse që të ketë armëpushim. O do të ketë paqe afatgjatë ose nuk do të ketë asgjë. Ka një heqje dorë dhe në fakt kjo ka çuar ujë në mullirin e Putinit. Pasi Putini është interesuar, nëse do të ishte një armëpushim, kjo do të detyronte Putin që të ndalonte luftimet në terren, do e vendoste atyre përballë kushteve të cilat do të observoheshin. Pra nëse do thyer armëpushimi, faji pastaj do të mbetej në dorë atij. Putini do paqe, po ai e di që paqja është një negociat tepër e largët në tryezë dhe prandaj është ajo që ai kërkon atë të fundit. Pra është blerje kohe, është vonesa për kohë dhe strategjia e tij është duke funksionuar. Në veçanti duke shfrytzuar këtë mos koordinim ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës, e them përsëri. Ajo që është e rëndësishme të ndodhë në këtë moment është që Putin duhet detyrohet të ulet në tryezë. Dhe që detyrohet të ulet në tryezë, ai duhet të ketë humbje të jashtëzakonshme në frontin qoftë ekonomik, diplomatik, por edhe atë ushtarak në terren. Së dyti është e nevojshme që vendet e Europës, pra NATO në përgjithësi, duhet të ketë një front të përbashkuar dhe të vendosë disa vija të kuqe, si për shembull nuk do të ketë paqe pa Ukrainën në tryezë, që në kupton një sovranitet i shtetit të Ukrainës. Së dyti duhet të ketë një moslëkundje për sa i përket vendimit nëse do të jepen këto armë Tomahawk apo armë të tjera të cilat do të dëmtonin edhe më shumë Rusinë dhe kjo duhet të ketë një vendosmëri dhe fundi fare do të thoja unë, perëndimi NATO duhet ta bëjë shumë të qartë cilat janë këto vija të kuqe, që në rast se do të kalohen këto, atëherë do të ketë edhe një mbështetje akoma më të madhe të Ukrainës. Me fjalë të tjera, për trupat e Putinit në terren duhet jetë ferrin tokë. Në mënyrë që humbja e jetëve, dëmtimi i infrastrukturës, mos arritja e terrenit ta bëjë atë që herën tjetër të vijë ai pas tryezës negociatave. Për duket sikur në të gjitha raundet e diskutimeve kanë qenë perëndimorët ata që janë lutur Putin dhe ai vazhdimisht u tregon atyre që ka qenë superior në negociata, që nuk ka nevojë, nuk është i dëshpëruar dhe rrjedhimisht ka marrë edhe një rritje populariteti brenda publikut rus. Do të ndalem pak tek terreni për të folur edhe për një deklaratë bërë pikërisht në momentet e fundit nga Volodymyr Zelensky, pasi burime pranë shtëpisë Bardh thanë se është anuluar ose më saktë është tyr ky takim. U duk një gol në minutat shtesë bërë nga Putini, pasi teksa Zelensky ishte në avion të premten e kaluar, ai telefonoi Trump me thirrjen e tij dhe i tha atij që mos i jep raketat Tomahawk Ukrainës, diçka e tillë jo vetëm do të përshkallëzojë marrëdhëniet mes nesh, por nuk do të ketë mundësi për të ulur në tryezë. Ndërkohë bëri edhe një propozim i cili e shtyu Donald Trump që të kishte një takim të tensionuar. Kthehemi pak tek raketat Tomahawk, pasi vet Volodymyr Zelensky deklaroi se mosdhënia e raketave Tomahawk ndaj Ukrainës bëri që Putin të injorojë në mënyrë të drejtë për drejtë diplomacinë. Por të rikthyer në vëmendjen tuaj, pikërisht nga Ukraina, këto raketa Tomahawk, të cilat janë në 2 versione, me një rrezë deri në 1600 km dhe në një tjetër deri në 2500 km, do të kishin mundësinë që të godisnin thellë brenda Rusisë. Kjo hartë e treguar nga CNN tregon disa nga bazat ushtarake më të rëndësishme të Kremlinit, por gjithashtu edhe industrinë e tyre prodhuese të armatimeve, e cila
për një ekspert ushtarak sigurisht do të ishte e qartë Redion, se do të ishte një dëm kolosal, një dëm i cili do të shkatronte fabrika të cilat prodhojnë në mënyrë aktive, por gjithashtu edhe baza ushtarake ku ruhen artilleria më e rëndë e Moskës, por edhe mjetet ndryshme. Po, kjo është e vërtet. Nga ana tjetër ka një farë limitimi Ukraina, pasi raketat Tomahawk përgjithsisht lëshohen nga platformat navale, pra nga anijet gjë që ne dim Ukraina nuk e ka, dhe kuptohet që detin e vetëm në cilin del Ukraina e kontrollon Rusia. Nga ana tjetër ka disa platforma toksore me të cilat mund të lëshohen këto raketa, por sigurisht që kjo do donte kohë që të implementoheshin. Përfundimi në fakt nuk është aq shumë nëse këto raketa Tomahawk vinë nesër apo pas nesër, është më shumë vendosmëria definitive dhe ta bërit atë që thua realitet. Lëkundshmëria është ajo me të cilën është duke luajtur zoti Putin. Të gjithë duan një armpushim, armpushimi ka kushte specifike që ndiqen shumë lehtësisht në terren. Putin nuk e do këtë gjë, sepse duke premtuar paqen, ai e di që është sa më e largët jetë e mundshme. Vazhdon të blej kohë ndërkohë që fiton në terren. Ajo që kjo na bën neve të kuptojmë është që Rusia ndjet konfidente në avancimin ushtarak të saj, sa më shumë blen kohë dhe sa më shumë fiton avancim, e ka më të lehtë që të negociojë për ato që vërtet do në përfundimin e të gjithë konfliktit dhe në momentin e uljes në tryezë. Tete qartë. Ndërkohë, zoti Kota duhet ndalen pak së bashku. Ka treguar Vladimir Putin se është shumë i herë më i zoti në diplomaci, jo vetëm se Volodymyr Zelenski, por edhe se vetë Donald Trump. Financial Times raportoi vetëm ditën e djeshme se takimi së premtes mes Volodymyr Zelenski dhe Donald Trump kishte përfunduar në ulërima nga presidenti amerikan, i cili kishte grisur përpara fytyrës së Volodymyr Zelenskit edhe hartat e frontit, duke i thënë se ju pa mua do të shkatroheshit brenda minutës nga Rusia dhe ty do të kishin vrarë pikërisht forcat e Vladimir Putin. Por ndërkohë shohim edhe një element tjetër të Donald Trump. Nuk kërkon të jetë përbashkuar me Europën përballë Rusisë. A mendoni se kjo përçarje po jep pik Vladimir Putin? Po, keni shumë të drejtë, në parë jam plotësisht dakord me panelistin e nderuar aty në përfundimin që dha. Është e vërtet pra, me thënë të drejtën të gjithë ekspertët dhe politologët dhe liderat evropian, tjetër puna se nuk kanë se çfarë bëjnë. Pa ju e keni parë, edhe në 18 gusht, në samitin që bën në Washington, ata bën kryeveprën diplomatike. Franca, Anglia, Gjermania, gjithë me president Trump. Problemi është që nuk ka i problem të madh, nuk është çështje thjesht taktike. Mendoj unë që i tha kështu, i tha ashtu. Po të nisësh në tëna, ai tha që është tigër për letre, Rusia. Dhe mund të fitoni për brenda jave, i tha Zelenski. Fal që të ndërpresë, por është treguar i kujdesshëm Donald Trump dhe ka treguar një zgjuarsi pasi këto deklarata i bën gjithnjë në Truth Social, jo me fytyrë e jo me zërin e tij. Dhe pikërisht pasi tha tigër prej letre, tha gjithashtu se unë nuk kam guxuar kurrë të them dikujt tigër prej letre. Pra ka maniera në të cilat fshihet dhe është pikërisht edhe ajo çfarë tha zoti Qiriazi, një vendosshmëri për të shkuar në një drejtim të caktuar. Jo, kjo është e vërtet. Po problemi është që duhet parë qëllimi strategjik i Donald Trumpit. Çfarë kërkon Donald Trumpi? Për mua kemi një trekëndësh të Bermudës këtu, me qëllime komplet të kundërta. Rusia dihet e thamë se çfarë kërkon, Ukraina me Evropën kërkojnë që me çdo kusht të mbrojnë Ukrainën dhe Evropën, pra të fitojnë, ndërsa Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump, vërtet nuk është se do paqe, me thënë shqip. Ai kërkon një përfundim në luftës, po ta keni dhënë re. Deklaratat janë gjithmonë të përfundojnë lufta, po vritë njerëz. Bile ai nuk e kupton, thotë pse bën luftën Putini, po vritë njerëz gjuna, sikur me qenë një OJQ. Nuk e kupton ose nuk do ta kuptoj, ose nuk e thot atë qëllim që ne përmendëm për Putinin. Pra, krijimin e perandorisë sovjetike, ndarjen e Amerikës nga Bashkimi Evropian. Tjetra gjë, Trumpi, doktrina e Trumpit quhet transaksionalizëm, me transakcione. Pra, ai kërkon transaksione tregtare, deal, ujdira. Edhe libri i tij më i mirë, bestseller, në 1987 është The Art of the Deal. Pra, ai kërkon një marrëveshje me Rusinë në mënyrë që të përfundojë lufta, jo për të bërë paqe, jo për një interes të madh për Ukrainën, por që ai të ketë mundësi të bëjë deale, ujdira me Rusinë, të ketë fitime tregtare, siç po bën edhe me vendet arabe. Kështu që ky është problemi dhe handikapi i madh i Donald Trumpit. Ai vërtet bën veprime të mençura, ka arritur lideri mesme ju e përmendet, edhe këtu ka disa veprime të mençura që ka bërë, po problemi është që ai nuk ka konsekuencë.
nuk ka koherencë në veprimet e tij, sepse ai vetë tani po e kupton me shumë vonesë që Putini ka qëllime të tjera nga ato që ka Donald Trumpi. Por tani është pak si vonë, sepse Putini si tush po e tërheq prej hunde, pra po e dikton ai agjendën dhe jo presidenti Trump. Dhe tani do shikojmë si do vej me këto kërkesa maksimaliste të Rusisë, mos harroni dhe kërkesën e Putinit, e thekson sa herë. Duhet të kërkojmë rrënjët, shkaqet e këtij konflikti në Ukrainë. Cilat janë shkaqet? Dhe shkaqet janë pikërisht Ukraina, Evropa, Amerika, NATO, ardhja deri në kufij me Rusinë. Atëherë thotë duhet të eliminojmë këto. Dhe që të eliminojmë këto, duhet një jo NATO në Ukrainë, territoret e pushtuara t'i mbaj unë si Rusi, Ukraina të mos ketë ushtri, ketë ushtri minimale, dhe jo trupat huaja, jo garanci nga Amerika dhe nga Evropa. Ndryshe unë do bëj namin, thot Putini. E po këto është shumë e vështirë tani për t'ia kthyer mendjen Putinit. Aq më tepër që ai vërtet është dobësuar, dhe synimi është që dobësohet më shumë me sanksione me këto masa gjitha, por ka Kinën të mos harrojmë, ka Korenë e Veriut. Ky është kapu, ndërsa Amerika është vetëm. E ka Evropën, po ajo ndërkohë të ndahet nga Evropa dhe të ndaj Kinën nga Rusia. Ka dështuar, ndërsa Rusia po ka sukses se po e ndan Evropën nga Amerika. Ky është një problem i madh që do të vazhdojë dhe unë e shoh tepër të vështirë për të mos të pamundur një paqe të vërtet dhe të qëndrueshme, që thuhet. Pra do të ketë një paqe gjysmake, një anëpushim gjysmak, ndoshta një skenar të Izraelit ose të Koreas në Ukrainë. Po kjo do të kërkojë kohë dhe Rusia prandaj kërkon të fitojë kohë, të marrë sa më shumë terren, që kur të ulet në kryesë të diktojë ai kushtet. Prandaj dhe para folsi pati shumë drejt kuda që ne, Amerika, Evropa, duhet të diktojnë ato. Dhe që të diktojnë ato, duhet të ushtrojnë presion sa më të madh. Edhe raketat Tomahawk. Por dakord jam me ato specifikime teknike që nuk është kaq kollaj. Ideja ishte këtu. Trumpi ta vazhdonte presionin. Do t'ja japti thoshte, ja të shikojnë, po do e jap që ta mban në presion Putinin, kurse ai u tërhoq edhe këtu. Ky është gabimi i madh i Trumpit, mendoj unë. Jo pse nuk i dha raketat, kanë probleme, por të paktën jo ta lindë kështu me duar bosh atë. Dhe këto veprime të Trumpit, pavarësisht nga aspektet pozitive që ju përmendët, shpihen ujë në mullimin e Putinit. Dhe deri tani me gjithë problemet, ai ka situatën në dorë dhe në kontroll. Ndërkohë, zoti Kote, duhet të ndalem pak edhe tek lajmi raportuar së fundi nga Bloomberg. Europa përballë indiferentizmit të Donald Trump, duket se po harton një plan me 12 pika për ta sugjeruar apo për të vendosur edhe vijat e kuqe. Sa mendoni se do të merret parasysh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Është Evropa mirë ka dhe Evropa po bën maksimumin, jo vetëm në frontin diplomatik, por jo dhe po në ushtarake, me projektin e madh që të krejë një bashkim të mallmbrojtës. Pas nesër do jetë samiti i Bashkimit Evropian këtu në Bruxelles. Do miratohet ai muri i madh antidron kundër dronëve të Rusisë, sepse është shumë keq. Dhe shtarmeni dhe gjithë lideret evropian kanë bërë me kohë propozime për këtë paqe gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme, të vërtet. Mirë, po kjo ka hasur në kundërshtim nga Shtetet e Bashkuara dhe nga presidenti Trump, dhe aq më tepër tani ato nuk e konsiderojnë me Evropën aleat tradicional. Është krisur aleanca transatlantike. Trumpi i konsideron tani lideret evropian si homolog, si koleg, jo si aleat më, por të themi si partner tregtar, të politik dhe regju, po sidomos tregtar. Ju e pat, raketat Tomahawk do i paguaj Evropa, po t'i jep ai. Gjithë armatimet e tjera po i paguën Evropa, që Amerika i jep për Ukrainën. Pse? Se është baza e doktrinës së Trumpit. America first. Duhet që fitoj Amerika në çdo gjë. Kështu që plani i Evropës është shumë i mirë, shumë i bukur, por është i parealizueshëm përderisa nuk do të pajtohen, nuk do të realizohen dy anët, presidenti Trump me presidentin Putin. Në këtë mënyrë do të prishë ky trekëndësh bermudian, e kam qytu një nga shkrimet e mia për Ukrainën, kur të tre palët
kanë interesa të kundërta apo të ndryshme nga njëra tjetër. Por Evropa bën mirë, bën luftën diplomatike, nuk do arri sot, base do arri më vonë, po problemi që koha nuk pret dhe sa më shumë koha kalon, krijohen probleme të reja, vështirësi të reja, të cilat shkojnë në favor të Rusisë, krahas pasojave që ajo po kalon. E qartë, ndërkohë Bredion duat të ndalemi shumë shkurtimisht bashkë në këtë pjesë të parë. Donetsku, Rusia lufton prej 11 vitesh për marrjen e këtij rajoni, dimër i vështirë, zonë moçalore, ku të dyja palët nuk do të kenë mundësinë që të bëjnë avancime siç mund të bëjnë gjatë pranverës dhe verës. U raportua nga Instituti për Studimet e Luftës se në Donetsk kishte pas një rënje të fitimeve të Moskës, nga 400 kilometër që arriti të merrten muaj ngusht, shkoi në 100 kilometra. Ukraina nga ana tjetër thotë se do të arrijmë që deri në fund të vitit të ardhshëm të prodhojmë vetë 40% të nevojave ushtarake. Si do të jetë ky dimër nëse mund të bëjmë një parashikim, pra ka bateri Patriot për Ukrainën, nuk shkuam tek Tomahawk, por gjëra të tjera ekzistojnë. Është dhe koalicioni Vullnetit Mirë i cili po blen në mënyrë të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara. Do të arrijë Putin të avancojë në Donetsk? Nëse historia është tregues për sa i përket avancimeve ushtarake në këtë rajon, do të kemi një farë stagnacioni, pak a shumë një linjë Maginot, po të tanishme, le themi. Pra nuk do të kemi shumë lëvizje para dhe mbrapa. Kjo kushte klimaterike sigurisht do të jenë një nga faktorët kyç që do të ndikojnë, por në të njëjtën kohë është edhe hapat e ngadalë po të sigurt që është duke bërë Europa në përforcimin ushtarak drejt Ukrainës. Ne shohim se si kompani shumë të mëdha të prodhimit të armëve, Rheinmetall në veçanti, është duke zhvilluar jo vetëm armatimin në vendet e Europës perëndimore, por është dhe duke ndërtuar fabrika brenda Ukrainës, sidomos ato të prodhimit të dronëve dhe të armatimit të lehtë edhe të mesëm, pra mortaja, kalibret e fishekëve të rëndë, snajperat të prodhuara drejti në Ukrainë, gjë që ndihmojnë në përforcimin e frontit. Sa më shumë kalon koha, parimi mbrojtjes është që fiton mbrojtësi e përsin në kurrizë të atij që bën ofensivën. Prandaj dhe po pra aq kohë sa ai që është në ofensivë është duke bërë përparime, ai mendon që është duke fituar. Rrjedhimisht u mendoj që nëse do të ishte një front i bashkuar i Amerikës bashkë me Europën. Dhe për fat keq më duhet të them që duket ndonjëherë sikur strategjia e Europës është pikërisht e Shtetet Bashkuara është pikërisht ta përçajë këtë front, duke mbjell dyshim në Unionin, jo vetëm në rrafshin e Unionit në forcën e sigurisë, por edhe atë politik. Shikojmë këtu rritjen e AFD-s dhe përkrajen të madhe që i ka dhënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, rritjen e politikanëve si Orban, Fico, por edhe kritikën e madhe që ju bë Europës për ndalimin e raundit të zgjedhjeve në Rumani, pra që ishte u zgjodh një president Për Georgescu, pikërisht i cili u zgjodh fal një fushatë të fortë. Strategjitë të TikTokut që Trump e përdori më pas për të fituar edhe Trumpi po për të mos u futur atje, por që u provua qartësi që kishte një influencë të madhe ruse në përzgjedhjen e atij kandidati. Megjithatë qëndrimi i Amerikës për të mos lejuar Europën që të ndërhynte në këtë çështje, pra në çështjet ruse, tregon sikur dëshiron që Europa të mos ketë një linjë komunikimi me Rusinë. Pra duket sikur Shtetet Bashkuara janë disruptive në këtë gjë. Arsyeja që mund të mendohet sepse është kjo gjë është sepse Amerikës i intereson të vazhdojë të shes armatime një, dhe e dyta është të vazhdojë të mbajë konfliktin gjallë. Mbajtja e konfliktit gjallë nënkupton që ka një kërcënim, dhe ai kërcënim është i drejtë për drejtë, dhe ajo është Rusia. Rrjedhimisht nevoja e ekzistencës së NATO-s dhe investimi në aparatin e sigurisë është e domosdoshme për Europën. Pra në një farë mënyre, nëse gjatë luftës ftohtë ekzistonte NATO për deterrencë ndaj Bashkimit Sovjetik, e njëjta gjë edhe në vitet 90 dhe 2000, tashmë në një kohë ku duket sikur Europa ishte duke ndërtuar shumë marrëdhënie të forta ekonomike dhe duke afruar tepër me Rusinë, kujtojmë këtu ngritjen e Gazprom 1-shit, 2-shit, linjave të ndryshme të kalimit të gazit nga jugu, kjo gjë nuk i leverdiste në terma të sigurisë Amerikës, pasi që të ketë një farë prezencë politike përmes të cilës të kontrollojë edhe arkitekturën e sigurisë të Europës, duhet që ky konflikt të bëhet real. Dhe ky konflikt tashmë sigurisht është real. Por nga ana tjetër mendoj që Europa është gjithashtu duke ndjekur hapa prudent, pra të matur, duke forcuar gradualisht veten e vet ushtarakisht, është detyruar sigurisht të gëlltisë këtë pilul që është duke dhënë tani nga Amerika me politika transaksionale të zotit Trump, ku i thot ju duhet të blini armët sepse unë mendoj për Amerikën, boll ju dham falas. Por kjo gjë eventualisht do të çojë në asnjë gjë më shumë vetë se fuqizimin e frontit të Ukrainës, vënien e një bllokim të avancimit të trupave ruse aty, përmirësimin e aftësisë
bujqësisë të Europës për të koordinuar brenda për brenda saj dhe për të qenë më e sigurt. Pra, shikojmë investimet që ka bërë Finlanda, investimet që ka bërë Polonia janë të jashtëzakonshme dhe eventualisht mendoj që këto masa do të çojnë në një moment realizimi për Rusinë që do ta detyrojë për të ulur në trojez. Kjo është një rrugë e gjatë, e dhimbshme për fat keq, për aq kohë sa ka një element disruptiv si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë mix, por mendoj që është një strategji fituese eventualisht, si thoshte Sun Tzu. Taktika pa strategjinë është zhurma përpara humbjes, po strategjia pa taktikën është rruga më e gjatë drejt fitores dhe duket sikur Europës i mungojnë taktikat sepse ka qenë gjithmonë një hap pas në momenti kur konflikt shpërtheu, por unë ndjej sikur është duke ndjekur strategjinë e duhur. E qartë. Ndërkohë, ne do të shkojmë një shkputje publicitare për të rikthyer për diskutuar lindjen e mesme, ndërkohë dua të ndaj me ju një lajm të minutës së fundit. Donald Trump ka theksuar vazhdimisht se luftën përballë Rusisë e sanksionet për Moskën nuk mund t'i bëjë kurse si i vetëm. Në websajtin zyrtar të NATO-s sapo është raportuar se Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veriatlantike, po udhton aktualisht drejt Washingtonit, ku do të ketë diskutime me Donald Trump, që sigurisht do të lidhen me sigurinë europiane, por gjithashtu edhe me Ukrainën dhe kërkesat e Kievit për armatime. Shkojmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi vetëm pas pak.